Dytja kena nisë në moshën 8 vjeçare. E shisha vetën shumë të rije, mendojsha që kiamete, sa ta. Babi ka besu mu edhe falënderoj ti. Unë kur ja kom nisë mbas luftës, unë ja kom nisë me kurgjuish, me minus. Kada ka dale, kom arrit. As kom pas shtëpi, as kom pas dugoj, as kurgjuish. Tash i kom tonat. Investime kom bo sa kom ujt. Po du të me falëndërua bankën. Mos i shkom për këtë bankën, unë s'kisha pas këtë dugoj. Që kjo është 1, 2, 3, 4, e 4-ta dugoj është që kjo. Që e kom ndru, këtë kohë në gatë kom marrë me qiraja, kom investu, kom bo, po, ta kemi bo, du të me jetë. Tu ka sfida sa dush. Duhet më koni përgatitur gjatë. Ditën e nisi zakonisht në ora 6:30 shona, për marrë në punë 7. Vullneti më i madhi kur do me ecë përpara, mundesh me ecë. Kur nuk dën badjave ki. Diar, përshëndetje. Përshëndetje. Na zonëm këtu të punu edhe përveçsaj që tim të të pengu, lirisht vazhdo me ato. U kry. Edhe diskutojmë çfarë. U kry. Ku kalon Diar? Mirë, jo që sheni, mirë se veni mas pari. Mirë se ju zëtëm. E dishta me fol pak për të punën tonë. Që të ku mirë është më të punë, që ja ke të lundije, veç 17 vjeçare, dhe që është të findët, që ja ka nisë këtë farë punë dhe këtë tradite shumë vjeçare. Dytja kena nisë në moshën 8 vjeçare. Okej. Po, unë tash 18 i vjen që 10 vite punë. Kë 48 vite punë. Do me Edhe pak kena me festu 50 vjetorin. Prej që atëherë ja kemi nisë, po për ty pak interesant, prej 8 vjeqorë të ja kemi nisë këtë partine. Qyshe monë, a e monë me vetës 8 vjeqorë? Po, mëra e mbaj. Qyshe në këtë ditë e fora? Pak tronda. Tronda, valla, si pedin edhe kjo. Me zari në shku ditë. Pak tronda, po. Me zari në shku pak ditë e fara. Ndërsa Edhe vjetë e fara, ndërsa tëna u kalu. Do me thonë normal pak tërë, si që të shka, si që të Po, e shisha vetën shumë të rije, mendojsha që kiamete, sa ta. Po 8 vjeqorë, atë besoj ke bobe, atë se ishin njerës ku të sheshen për të kështu. Se një dhe kodë gjithë më thonë ti për vujë. E vërtet. Po njerëz hala nuk më besojnë. Hala nuk besojnë. Edhe kur i gazej që punoj që çesh jetë nuk besojnë, po babi ka besu mu edhe falënderoj ti. Emri Buqja. Po. Apo më tregon, unë e ku menu që është emri të thash, është emri femrave, po apo më thuin pak se Buqja i thonë i bobit. Jo, veç ti ki mendu që jam në i femra, po Shumica. Që baftore me emri të femrave. Problem, Allah. Është dy vetëm prej jena me që të emën. Okej. Buqja. Dy tjena moshkull. Po shumë interesant. E po, interesant. Po tash, unë jam qëllaptore, ajo është futbolist. Okej. Vetë një tjena në. Alla, Tregon se se nona vetë rame shpirti pas, kur u konë gjallë, edhe kur u konë ky fëmi, ja kalon emrin bujse. Se i ko pas kjo këtë bardha. okej. Për që ata të kanë ditë, do me thonë. Po, Apo më tregon tash po të ngacmojnë sot që bo panditësh. Shumë apo? nditje i shesin. Nuk di vish. Ja keni qitë logarin, jo për të dalim në të rritu. Sot të pa që bo. Sa me të thonë? 1.000. Pak është. Po, do me thonë 2.000. 10.000, 20.000. Varet për ditë. Po, varet, a e cila të në ditë që ko ma shumë të në shtapu, ma shumë të kalkulim. E didhja. E dilja. E dila, vikendi do me thonë. Vikendi. E dilja. Qështë po drejt. Po trajnë hirë. Tash ti, sekretin i që bofit mirë pak tjetër, që është për kvalitetin në Po, veç dora e si është. Tëna e jam, ja ku më bu. është receta sosi sekret, se thojnë. Sosi sekret sa, e kene dhe i farë sosi sekret. Ja, nuk e kenë, po. Qështë. Dy anë galetë kënë. Apo më tregon ti pika të shkurta qysh njihesh, Buqja apo më tregon ti mu, qysh njihesh ti si bobë që i vetë mi djallë, që kise i ki vesh një djallë edhe 3 vojza, po.
Sa ka të rashëgu biznis? Unë ndina shumë krenar. Shumë krenar ndina. Pse o ka përcil traditën teme. Edhe traditën e doj vetëmi. Po, se unë e kom marrë traditën, e kom marrë nga dojtë. Bëjkët. Ata ju konë dërmat part e PS. Do me thonë, ti... Ata jo familja parë në zdis, autoktone. Okej. E për ato, unë jam krenar shumë për to që oke, vazhdon traditën tonë. Ja ka nisi 8 vjeqor kë, po dhe ti ja kishe nisi 8 vjeqor. Ja kom nisi edhe unë 8 vjeqor, 9 vjeqor që ty që diku që 50 vjetë bonë. Ata kujte ki pak vetën edhe djallin, ashta kështu, kër e shishe këto 8 vjeqor, kër ja nisi, mi mor hapat e pare dhe... Qyre, kër nuk e merë në filmi, kër është i vogil, kër nuk e merë punën serios, kur nuk mund me marë. Kër pjeket, fruti kër pjeket mo, badja është, a i du në hongër. Ky prej që atëherë dhe me thonë... Normal. Qyre tash ju kini emër në fej, po dhe po ju thëmë që djalli juj, u bo viral edhe na për qytetet tjera, edhe ju ka sjell klienta edhe prej Maqedonisë të Malit tjera. Faleminderit për tina, unë më mësit mija dhe që të që e marë, ky mujtë me vazhdu dhe të vazhdojnë sa të mundet. Ti do me Unë jemi knaqur. Pejen, ky edhe ma largë shkoj. Po, dhe të vazhdojnë. Unë nuk jam kundër kësaj punë. Se është suksesi ju, i tash për bashkët, normal. E poret kush i morë? Unë i mbaj paret hala, po ky i ka që këshyre. Dhe kjo dhe... Ky e bërë me edhe ditës, po unë ato... Të mujët. Ky ditore ti fitimet ma të mdojë. Po ato e tani unë i doj, ka jon pagesat e shpagesat e roga e mishna e shmishna. E pyta dhe djallin, e po du me të pyta dhe ty sfidat ma të mdoja në gastronomi edhe saksisht këtu në qebapture që jeni. Qka ko diçka sfid që në ashta më në shmendo dhe me njerëzit që asë e di? Tu ka sfida sa dush. Tu du një stres non-stop. Duhet më koni pregaditur gjatë. Se nuk mundesh ti, për shembull, ti mundosh këtë kohë në gatë me qitë kvalitet. E me bo me dështu diçka, ajo është më zë më kesh, s'po di që me thonë. Ato do me thonë se mishi është shumë i dishëm. Ti këtë kohë në gatë je në stres. Duhet me bajtë në për friza, në për ato ushqime toze, ato kvaliteti. E mishin, a e merë në dikon Nuk e prejmë vetë, e marim të kasapi, po e zgjidhi matë mishin, matë mirin. A ndikon hiq për shambull lujtja e qmimeve, tashti që Qështë nuk ndikon, janë ngritë qmimet, faktikisht janë ngritë qmimet e mishit, janë ngritë qmimet e samunit, janë ngritë këtë qmimet pa më pasysh zjarë tikut. Të në alo sorit. Halo e keni njejtë. Halo e kena njejtë. A e ke menu në i herë, po thëmë kështu me nojtë këtë zanat ose kështu? Jo. As një herë do të thëmë nuk e ke posë qëllim as planas? As plan, as qëllim nuk e kom për me ndalë dhe sot muj. Kur s'muj, do është me vazhdu kjo... Dhe ta vazhdojnë, ja ke lonë, do më thë kejta apsiren, kejta zanat... Kreti ko. Ka dhe gjallit për pëlqenë, do më thonë edhe kështu që... Kjo e din. Ta është tjena nga dëshmitar se qysh po praktistët kej Kosova dhe po shkojnë për një jetë matë mirë i mija, jashte. A jetë tut në herë që edhe gjalli ëtë ka me synu migrimin? Jo. As një herë se? Jo. Se? Jo, nuk jo tut se... Po di që me thonë, se kom pas edhe babet të me kom pas kundër qësaj. Okej. Me shku dika jashtë. Ato e kom pas shu. Unë kom mujtë me shku... Në 85 kom mujtë me shkon me emigru. Me shku në Gjermania, qapo di gjone, pse politikisht i ndjekum. Okej. Po, s'kom të tuku. Tu s'ka bo kur gjo, do më thonë me praktisë vende, me dorështë dhe me ljonë. Jo. E kam edhe një pyetje këtë fundit për shkak se unë sa hari vizitoj kështu bizneset, kam qef me po nështa edhe të mirën edhe të keqen. Më tha dhe djoli që Bobi ka normal, fillimet janë të shtira, ti që shikujtë më? Shumë shtira. Fillimi është shumë i shtirë. Une kur ja kom nisë mas luftës, për shembull, tash mas luftës, unë ja kom nisë me kurgjojsh, me minus.
ja kom nis me minus, po kada ka dale, kom arrit. As kom pas shtëpi, as kom pas dugoj, as ku gjesh. Tash I kom tonat. Me dugoj, me shtëpi, me dugoj tjetër, me qa po di që une. S'poj me kalësu tash. A mu kryesorja dhe më thonë është shumë interesant se qysh prej ku gjofit njeri mundet me bërë Qyre, gjithë shka. kur je interesum për me punu, edhe vullneti më I madhi, kur do me ecë për para, mundesh me ecë. Kur nuk dënë badjave ki. E vërtet është kjo. Edhe fakti që thashtë edhe marret nashta kom vizitu shumë biznese dhe e di këtë pjesën e sfidave, edhe tash ti njerëzit që nuk janë rrjedhat biznesit, menojnë që ata që kanë biznese po bëhen qirat. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Po unë e qona me gjithë, në 4, me gjithë. Tregoj edhe thonë. Edhe vazhdoj. Tash, po, deri 2 ora, 2 varet që e kry, e lo ndrimi tjetër tani. Po, nuk e lo kur, pa kësi, pa dojë. 4 me gjithë vetu. Që sa vjetë e mon men vetën që në 4 mëngjesit je kanë që. Qashtu e ko pas edhe babën. Kështë që shkën kje pak edhe gjenetikisht. Tash, kada ka dole dhe që ky tash ato e me rrugën, se I mësohet gjumi, I mësohet gjumi. Po, I mësohet gjumi. Po besoj që pose edhe përshije që është edhe kulturë edhe kërej. Ato ka do është ishë investim. So kanë qenë është. Investime kom bo sa kom ujtë. Se kom pas unë këtë me qiraja më konë, zakonisht. Që kjo është 1, 2, 3, e 4 të dugoj është që kjo. Që kjo, që kom dru, këtë kohë në gotë kom marrë me qiraja, kom investu, kom bo, po, që kemi bo, du të me jetë. Du të me jetë. Një kredini diçka që ta një masa dhe pak, po të pak të e dini sa punani edhe nuk punani. Jo, faleminderit tash, që tash, po du të me falemndru edhe bankin. Masi o arti që kjo e. Mos t'i shkom për këtë bankë, unë s'kisha pas këtë dugoj. Për këtë diti mi ka e paret, I kom pagu, ja kom pagu për këtë ditit. Tash jam shumë e madhe kon, shumë. Në atë vakt o kon shumë e madhe. Po këtë vakt vlera njëjtë, është inflacioni ka. Po. Qaty. Prapë falenderove edhe mi bashkan gjitë në aty në qa I besojnë bizneseve në është tamë filmin. Shumë falenderit unë po thëmë. Mos t'i shinkon ata. Apo ma të regën edhe ti sekretin e qebapave të mira. Ju njiheni për qebapat ndër ma të mira në qytetin e Piratit. Sekretin unë ta të regoj, edhe të me ju të regoj, po badi hava është taj Po, putë. a të regëm edhe muna është ta vjedhe. Po, nuk mund është me vjedhe ato. Jo, a? Ato të më konë këtu, aty prezent. Po vetë. Se unë të regoj me gojë sa dush, po nuk jetës. Po vetë. Badi hava ki. Po vetë. Du të me punu aty, bajegin do ditë, do kohë. Po Se jo do ditë. se djoli ma të regoj pak të avish, du të me bofa me dashni edhe... Edhe dashnia po se po. Që me thë me pasion edhe qajo është. Po normal, jo, normal është ajo. Po du të me pas, du të me ditë. Se unë të regoj, sa ku I kom të regoj që si shoke, arana, që për t'i qonë që në njështë. Po du me qeni që aftore, po du andena kina në Gjermani, në Amerike, këtu e këtu. I të regoj këtë kohën e gati, I të regoj këtë qka qësë. Po, opet nuk po më delë qashtu që. Po nuk delë se du të me pas tradit. Po, du të me pas tradit edhe dëshirë edhe Po, normal, jo po, pa punu nuk mund është me ditë. Se vërtej. Ti e qëtë që ato, po nuk e din kohën. Edhe një pyetje nështë këtë se shtundi, pak problem mungesa e punëtorëve. Është. A e ki problem dhe me thonë është... Momentalisht nuk e kena problem hiç, mirë është, Okej. I kom punëtorët e mirë, që shpishini, po punojnë tonë, mirë në staf jena, mirë jena. Kina pon t'i këta krejzë, kështu që po na duk një familjor, të thëmë Pa thuja që familjar jena. Këto djali, ai djali motrës, ai tjetëri o djali motrës, mbas dite, kjo është, Okej. që thujnë, sa di këfojnë më një fjallë, ka zë që jena tonë jena një vjetë. Nuk ka nevojë. Ja, falë një fjallë. Ide shumë kuqa për krejt që ka i ndove, na faqë se t'kina për Ja, një s'ka fakt, vëllis. po ke shumë ndirë dhe knacime ta kupër. Edhe një mesazh këtë fundit për rinin, që pelqojmë vendin. A I kishe thonë diçka, a I bje ma mirë këto, a I ashtë. Unë për Që veti, thash pas teje? dëgjotash, unë për veti ju kësha thonë mos delni. Po ata e din për veti. Për një. Nuk unë kërkuna mi thonë del ose mos del, që një djale kom. Një amart mendja dhe del, nuk e kom atë problem une. Po nuk e zgjon ma mirë se këtu. Ma mirë se në Kosovë.
100%. Nuk I pasi me punu të cap, me shumë 8 orë, shkon në shtëpi, flan kënaqet shtëpit vet. Dash me punu 8 orë, vetë punon 8 orë. Nuk flan vetë teti, dheti aty në dhomë me çapa diçone me sharafat. Me shërna. Do me thonë ma mirë prapë se prapë në Kosovë. Kosovë, ma mirë 1 euro këtu se 2 euro atje. Faleminderit shumë. Kaloftë mirë. Se shimi 75. Dior, unë po du prej teje me më tregu pak për historikun e qebaptores Buqja, që sa ku ekziston qebaptore? Qebaptore Buqja, si emër, Buqja, ekziston prej vitit 1978. Ku emri Buqja rrjedh prej babit tem. Okej. Emrin e ka Afrim, po pseudonim I ka mbet prej nonës vet, ku e ka përcjell emrin edhe ja ka lënë pseudonimin edhe që ashtu u rrit mahalla e ka thirrë dhe I ka mbet. Histori shumë, do më thonë prej 1978-ës 48 vjet, po Bibian, do më thonë afro 5 dekoda që mirët baba yt me këtë farë lamie. Shumë e vërtet. Edhe ja ka nisë prej moshës 3 më marrë me këtë lami, e për sa ta. Po për ndryshe ju si familje keni traditë 200 vjeçare për që baba njiheni do më thonë. E kena. Qysh 200 vjeçare, prej kujt ka fillu? Po besoj që kanë tregu ty. Po, më kanë tregu, jam I informuar. Tradita u përcjell prej trashëgimi prej dajve të babit. Mbi emrin Bojku, familja Bojku, ku janë ndërpart në pej për punimin e mishit prej shekullit 19. Ku e ka përcjell babi jam se ata nuk merren më me këtë zanat, merren vetëm me përpunimin e sugjukit. Okej. Po babi jam ka përcjell zanatin e qebaptores edhe ka hap edhe pas shumë sakrificave ja ka dalë. Ja keni dollë dhe ja keni dollë shumë mirë dhe çapo më pëlqen mas shumë të është se edhe ju fëmija ti në këtë rast I ki 18 vjetë edhe përkundrazi moshës që I ri do me thonë, a synon me u merë me këtë, me çu këtë traditë edhe ma shumë ti. A menon me u merë do me thonë edhe pas disa viteve, tash nuk I di çka ndodh, ama e ki kështu në planat pëlqen. E kom plan se kom pat në jetë shumë plane tjera, po gradualisht tu rrit tu e kuptu, e kom pa që ja vlen edhe duhet me trashëgu biznesin, se është histori, është vlerë edhe duhet me rujt. Kur themi plane tjera, si çdo I ri, do me thonë, ke pos po besoj ti, dëgjova që ke qenë futbollist apo, a ke lënë futbollin a? E kom lënë, për shkaqet punës. Biznesit. Unë të kuptoj shumë mirë për shkak se kur ki një lloj biznesi, as nuk mundesh me bë pushim, as nuk mundesh me lënë, as me ja lënë është aty dikujt tjetër. Qa ajo krejt, se ndryshe e menaxhon vet, ndryshe e menaxhon dikush tjetër. Pa I bishman. Jo. Si e bishman? Jo, nuk jam bishman. Jo, shqyr. Po, mundesh nështë pak si në kot lirë me u merr edhe me futboll, apo atë ka vetë peng kështu I jetës ajo? Jo, edhe në pikë mbet, po qa me bo, kur të merr madhe lujnë tërmet me shokë edhe. Qa është të hek, do me thonë, po kështu seriozisht nuk dënë. Nuk dënë. Edhe po tash ti na jena dëshmitar edhe ti I ri edhe shoqënia jote e krejtë që Kosova po praktiset më të madhe. E vërtet. Po tash ti peçujnë vendin për me shku jashtë për një jetë ma të mirë. Ti a ke pos në herë kësi lloj plane? Jo, shqyr kësi plani asnjëherë, jo. Ndoshta që babi ma ka mundsu jetën qashtu, po faleminderit për ti, po jo shqyr e du vendin tem edhe nuk kom qef edhe kur ndi dikush tjetër që shkon jashtë nuk më vjen mirë, po nejse çdo njeri për mirën e vet, për një jetë ma të mirë. Për një jetë ma të mirë, po prapë është e dhimshme do me thonë, se kush me mbet këto. A keti shok që kanë shku në mërgjem ose diçka? Kom shok. Qa po thujnë ata? Menojnë me jetu haloma atje do me thonë apo me u këthy një kohë në Kosovë? Ata krejt thujnë që kthehen, po sa e di unë nuk kthehen. Kthehen 2 muj, 1 muj. Edhe ma shumë jo, a? Jo. Po pse s'kthehen Dior? Sipas teje? Cicia jetesës. Është zgjidhje sipas teje, se kom qef me po dhe këndvështrimin e trive sot, a synojnë ose shoqënia që ai thot, a I bjen ma mirë atje a në Kosovë, sipas teje? Në Kosovë është shumë ma mirë se nuk paguajmë një qire, edhe shumë
domethënë shumë taksa tjera që paguhen jashtë më shumë, po rroga më e naltë. Këtu e pranë familjes. Edhe the shumë mirë nuk paguajnë atë qërot paktën secili jem na për shtëpia tona. Secili edhe mundem me trashëgu shtëpinë vet. Bile me kena një sand njët krym, do na mundem vish më marrë me. Kena pak edhe traditë na me lon pasuni edhe fëmijëve dhe kështu po mendoj, a di mos milion keq, kështu që është pak më ndryshe. Po ata europian nuk e kanë këtë. Bes. Edhe faleminderit që ndonë edhe këtë gjona, se thash është shumë e rëndësishme me po dhe këndvështimin e trive, domethënë. E dishta me të pyet pak nëso e nis ditën ti. Ditën e nisi zakonisht në ora 6:30 shona, për marrë në punë 7, po babi e nis në 5. Në 5 ora është në punë dhe mirët me pregaditjet e ditës, ku që ato pregaditje më presin edhe mu shumë shpejt në të ardhmen. Me përgatitjet e ditës, çka bën babi pas mëngjesit? Se ju edhe në TikTok domethënë shpërndoni pak çu nis dita ju. I kena shpërndar, mundin edhe vetëm po babi zakonisht është në lokal deri në orën 1, në 2, varet prej fluksit punës. Po deri 1 domethënë rrim babi këtu, kështu që po në pas mëngjesit i përgatit mishna, po besoj e këtu. Po dishta me të pyet se kena me falim edhe pak për kualitetin e për to, po çka e bëni çebap të mirë? Kështu se unë e di që ju njeni për çebapat, thuaj se s'po them më të mirë, se ju keni qef me qenë modest, ama ndër më të mirë domethënë në qytetin e Pejës. Po. Ndoshta për shkak të traditës. Çebapi mendoj se sekretin i çebapit të mirë. E vërtet, një çebap të mirë karakterizon spori, pastërtia, cilësia mishit, cilësia produkteve tjera bazë, ku edhe duhet vetë dora njerit. Me bo me dashni. Me dashni, që ajo e krejt esenca. Nëse se bën që ashtu, nuk del. A i vetëmi fëmiti? Po, jam i vetëmi djallë, falë. Okej. I kam edhe 3 motra më të mëdha. I vetëmi djallë edhe baba, a ka pos baba problem për shkak se kur ka ndajt nështa me shoqënie, me kështu. A u tut në herë baba që ti po shkon jashtë edhe nështa do të mi aqit drynin nesër pas nesër edhe lokalit? Ndoshta ai ka pas si mendime, nuk e di, po sa i përket futbollit, ndoshta që ajo ka mujt me nxit, po edhe ajo u koni ondër edhe. Tash fokusit e duaja. Babi është po besoj shumë krenar me ty që shpresoj. Je shumë prezant. Deshta me të pyet edhe pak për pjesën sa ju ka ndihmu TikToku diar. TikToki ka lujt rol shumë të madh që as vetë se kom prit. Shkaki i influencës të madhe, se krejt njerëz të dhune vetë kohën e dirë që aty të kalojmë, edhe ka lujt rol jashtë ta Pejës. Se në Pejë e kena vetë sa emrin, po jashtë ta Pejës ka lujt rol, sidomos shtetet si Ferizaj, Gjilani, Prishtina, Gjakova, Prizreni, edhe jashtë Tetov, Gostivar, krejt. Okej, do më thonë qash larë ka qash larë ka deportu sa që e enorm. Se për diasporë, normal, edhe diaspora kur u ardhë, ka thonë, ona mbetet me ato video. Edhe do më thonë, minë se s'kam prit më ardhë dhe me i provu, po prapi bëni videot e mira dhe kush do që ka dëshirë me i këshyra ata që si kam po veçunit e çebaptore e buqja, edhe këtë më pej do më thonë e keni. Po qatë ka bo për shtypje mas shumë t'i prej klientave, the që ka pos prej Gostivarit, Tetovës, se s'po flas mandej për Prizrenin edhe Prizrenin jetë për çebapa, po... E vërtet. Për që ata po më bën për shtypje Po ka po të vetë Prizreni, që ajo më ndeke, mas shumë t'i për shtypje ka në kalon njerëz të Prizreni, do më thonë, se ata vetë njën për çebapa, po që aty e kom po. Qysh janë konë, do më thonë, ato mendimet e mendimet e tëne janë konë të ishen çebapi pak ma të vogël, po gëtë se ma i vogël ma i mirë. Okej, do më thonë, a më shumë interesant, prapë po e thëmë që me orë njerës të ku njët, nështë qaj qytet krejt njët për çebapa, me orë këtu në Pejë, me bo gjitha të rrugë për juve, kështu që kondi keme dhe kollaj. A konë e herë se çdo biznesi ka vështirësitë e veta, po çka janë vështirësitë më të mëdha te me u merr me çebapa, në çebaptore? Vështirësitë më të mëdha janë mungesa punëtorëve. Okej. Besueshmëria. Tjetër tatimi i lartë, rryma e lartë,
sfundmi, e kështu me radhë. Te tatimet edhe energjia elektrika që është rritë shumë. Uji, po pet uji është nevojtare. A jeni me qëro këto, a Ja, është e juve? është e jona. Okej, të paktën qëron e pas një herë. E kena tekme se babi ka investu, ka marrë kredi shumë vite ma herët edhe e ka përfunduar. A janë këtë fështira fillimet, nështë babët që ka të regu, që Ka t'regu. kanë qenë ato fillimet e para? Pa i si çdo biznes që e nis, nuk e ka letë as njoni, po me punë, me sakrificë, të ushqy çdo ditë, duhet Për fëmi, për krejt, normal, për një për një jetë më të mirë, dhe- për Po kur folëm pak për mungesën e punëtorëve diar, pse mungesë e punëtorëve? A nuk u dojnë me u mirë nështë tash me këtë lami, se nuk është puna veç të qebaptorët ose të restorantët, po në çdo lami ka mungesë të punëtorëve sot. Ku janë? unë mendoj që gastronomia si deg ka mas shumë të mungesë në qëto kohë se paktën çdo kush ka punu pak gastronomi dhe e din sa zero puna në gastronomi. Krejt mendojnë që letë pikpamje të parë dhe vetë mendoj, po të na dalin ato pengesat gjatë ditës që po kalohen me menaxhim kalohen. Qa menon ti që i ka bo njerëzit me ju gërdit pak puna e gastronomisë? A janë konë rrogat e vogla ma herët, s'po flasë për juve, po shtëm përgjithësi? Mendoj që janë konë rrogat e vogla ma Edhe herët, janë shkënjë. janë zhgënjy, të na keq trajtimi i punëtorit, qoftë pi shefit, qoftë pi mishëtërit. Edhe këtu kanë bo domethënë me pos mungesë punëtorëve pa diskutim. E dishta me të pyet pak, është problem tash verës vinë mërgjimtar. Po. A ju dhem zemra kur së një bëni vend dikujt? A shkoni me rezervima? Ja, nuk shkojmë me rezervime asnjëherë, Jo. e kena atë listë prem. Po vjen. Nuk ka rezervim, kush vjen, kush do me prit pret. Okej. Po ka shumicën e rasteve ka vend për ton, mirëseardhëm jeni ton. Po kur s'ka, pret një pak, më shohet. Prit një pak, po edhe. E dishta me edhe një mesazh prej teje për fund, për rinin që nështë e ka një tradit, e ka një zanafill për shkak se edhe te ki tradit edhe Prej familjes. Këtë pjesë. Qa i kështë thonë trive sot? Trive i kësha thonë që mirujt vlerat, mirujt traditet, nëse mundeni me vazhdu zanatin, vazhdojeni, pse jo, se ja sheni hajrit se nuk ka keq pi punës, por të spikin bisjellit, edhe vazhdojni me punë, jeni të kënaqshëm edhe arrini besëm. Edhe do të më ullull që shtë edhe më herët spikin parët prej qiellit, Pa kështu se ullull, do jo. të pak me të dhim të kom të durt, kështu për thëmë edhe me pas djerë shumë ke knaci me diskutu me ty, faleminderit për qka që andove. Edhe krejt ata që dëshirojnë me ju vizitu, mundën me ju gjithë këtu në pej, apo ma thu lokacionin? Lokacionit të Ura e Zallit, Okej. në kryt Korzës, po tash Korza ka mundru, si pas planeve të reja, Okej. të na i vjen midis sheshit. Po, profesorja lypni në TikTok edhe e shini edhe lokacionin edhe punën e këtyre super djemve. Ka shumë derë edhe knaci me t'njohur prej safërmi edhe qysh një djalë, më thonë 18 vjeçar, po ka shumë pasion, e ka trashëguar edhe traditën pak edhe prej babës 50 vjeçare edhe të familjes nështë 200 vjeçare edhe sot jeni këtu ku jeni. Qaj kështë thonë është atë gjithë atyre që synojnë me qetë diçka këtu në Kosovë. Një mesazh të një i rinë është ta... Unë nuk e kom provu këto vetë, po ja vlen. Vetë nuk e kom provu se falenderit Bobi ma ka mundësu me po biznesin kitë pikë, Edhe ti me atë edhe me trashigu, po për tjerët duhen me provu, edhe nëse nuk dojnë me punu për dikënd, se që kjo mentaliteti i krejt trive dhe i kuptoj, po nëse nuk dojnë që ashtu, duhesh gjithçysh me punu vetë, edhe duhesh me punu shumë, hala ma shumë se sa që kishë punu të dikush tjetër, edhe që ashtu me punë arrijen krejt, kapitali arrijet edhe suksesi vjen. Dikun ke punu me një orë caktume dhe i pagu me që atu kur po shef je 24, do me thonë 24, 7, Ti nëse ta... Normal, ty nëse ta qetë se njerëz mendojnë që shefi rën kokë shpindës. Nëse ta qetë rën kokë shpindës, po pas një muje se ki hiq biznesin. Që për shumë edhe bobin tënë që u qunë 4 mëngjesit edhe halo do me thonë është kështu në kohë, edhe pse shef punon, a për shef. Në valla punon mas shumë. A shef i mirë bobi a ju?
është shefi më i mirë që mund të Që thonë. mund të ekzistojë. Është pak temperament, po për tjera thënë është më i mirë. Nervoz da ju. Po stresi jo pak, po thot. Edhe tash ti TikTok-u ka ndihmuar të shëtash edhe më herët shumë dhe çaj kishe thonë njerëzve që ai ndjekin TikTok. Kisha thonë bëna një like pak më shumë. Edhe gjithë atyre që thonë jo çfarë djale, kështu atyre komente të mira çaj kishe thonë. Aty ne ju kisha thonë falënderë shumë për motiv, jeni motiv shtesë për besë, edhe faleminderit që ka njerëz të mirë. Vazhdoni ashtu.